Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Sot në mesditë ka nisur shpërndarja e materialeve zgjedhore për 65 qendrat ku ditën e diel do të mbahet procesi i votimit në mbar bashkinë Gjirokastër. Ky proces ka nisur mbar edhe për KZAZ numër 91, ku ka nisur më herët që në orën 8 të mëngjesit. Në spitalin e Tepelenës janë konstatuar raste me COVID-19 gjatë muajit prill. Mjeku pneumolog Shahin Meçe bën me dije se janë rreth 15 pacientë që kanë kërkuar trajtim mjekësor. Ai apelon për kujdes të shtuar dhe mos neglizhim të simptomave respiratore. Dikur me mbi 150 shtëpi dhe një traditë të fortë në Vreshtari, Pemtari dhe Blegtori, fshati Karja në njësinë administrative Lunxhëri, por i kthehet në vëmendjen përmes agroturizmit. Sot dy bujtina familjare mirëpresin vizitor nga e gjithë bota, të tërhequr nga natyra e bukur, mikpritja dhe produktet bio që kultivohen nga banorët e përkushtuar. Me syrin e udhës titullohet libri i autorit pizzariot Mete Peçi që u promovua sot në Gjirokastër. Aktiviteti promovues u organizua nga Shoqata Labria, Universiteti i Gjirokastrës dhe Shoqata e Poetëve të Jugut. Ju njohim tani më gjerësisht. Sot në mesditë ka nisur shpërndarja e materialeve zgjedhore për 65 qendrat ku ditën e diel do të mbahet procesi i votimit në mbar bashkinë në Gjirokastër. Po ashtu, ky proces ka ecur mbar edhe për KZAZ numër 91, ku ka nisur më herët që në orën 8 të mëngjesit. Kur në ndajnë edhe pak orë nga fillimi i procesit të votimit për parlamentaret e 11 majit, në KZAZ numër 81 ka filluar shpërndarja e bazës materiale për 65 qendrat e votimit të bashkisë Gjirokastër. Gjithë procesi është duke ecur në mënyrë të rregullt dhe sa më shpejt nga ana jon, duke qenë që deri në orën 16:00 të mbasdites duhet të kemi përfunduar me shpërndarjen e materialeve. Pasi 15 orë para fillimit të procesit të votimit, duhet të jenë shpërndar të gjitha. Shpërndarja u bë sipas numrit rëndor të qendrave të votimit. Sekretarja e KZAZ-s 81 Bashkia Gjirokastër thotë se risi në këtë zgjedhje është tërheqja e pajisjes PEI nga përfaqësuesit e qendrave të votimit dhe jo nga operatori. KZAZ-ja 81 vendosi shpërndarjen e materialeve sipas numrit rëndor të qendrave të votimit, duke filluar nga 4223, e cila është qendër votimi në njësinë administrative CEPO. Një risi në këtë zgjedhje është se pajisja PEI dhe kamera do të rriqen nga kryetari dhe nga sekretari i qendrës së votimit dhe jo nga operatori i kësaj pajisje. Operatori do paraqitet vetëm ditën e votimit në mëngjes. Sipas listave të afishuara, pritet që në 11 maj të votojnë 40.510 zgjedhës në bashkinë Gjirokastër. I vendosur në palestrën e shkollës Hoteleri Turizëm Antoni Athanas, Komisioni Zonal i Administrimit të Zgjedhjeve numër 91 është kujdesur ditën e sotme për shpërndarjen e materialeve të votimit. Ky proces ka nisur prej orës 8 të mëngjesit sipas një grafiku, i cili sipas kreut Elvis Kuci është prishur nga drejtuesit e qendrave të votimit dhe vazhdohet për çdo që është i pranishëm. Nga ana e KZAZ-s tonë është përpiluar një program që në mënyrë që të ketë një eficiencë në shpërndarje dhe komisionerët të mos kenë përmbasën durimin në pritje dhe të ketë një sistem më të rregullt për këtë shpërndarje. Pra po ecni mirë. Deri tani okay, thjesht duke qenë se ju referuan në atij grafiku, kanë marrë orientime për të ardhur në orare të ndryshme, por gjithsesi tani ky grafik ra dhe do vazhdoj shpërndarja personat të paraqiten. Me materialet zgjedhore u kompletuat në kohë? Çdo gjë në rregull, po. Sa qendra votimi numëron qendra? 92. I keni kontrolluar gjatë këtyre ditëve qendrat e votimit? Ka rregullsi sipas ligjit? Çdo gjë është kontrolluar sipas procedurave ligjore, kështu që janë gati për procesin e nesër zgjedhor. Dy drejtues të qendrave të votimit në fshatrën a thanë se çdo gjë ka ecur normalisht. Kemi drejtuar materiale, bazë materiale, tani po shkojmë drejt destinacionit. Çdo gjë në rregull? Në rregull, pa probleme. Pa mungesa, pa vonesa? As kemi vonuar, as kemi pas shqetësim asnjë gjë. Çdo gjë ka ecur mirë. Deri tani. Çdo gjë në rregull, ë? Të pranishëm ishin edhe vëzhgues të OSB-e Odir. Në KZAZ 91 në Saran do të votohet në 52 qendra votimi dhe janë regjistruar 47.600 zgjedhës, ndërkohë që këtij numri shtohen edhe 2.700 zgjedhës të regjistruar nga diaspora e Bashkisë Saran.
Në spitalin e Tepelenës janë konstatuar raste me COVID-19 gjatë muajit prill. Mjeku pneumolog Shahin Meçe bën me dije se janë rreth 15 pacientë që kanë kërkuar trajtim mjekësor. Ai apelon për kujdes të shtuar dhe mos neglizhim të simptomave respiratore. Në spitalin e Tepelenës janë shënuar disa raste me COVID-19 gjatë muajit prill, duke rikthyer në vëmendje nevojën për kujdes të shtuar, veçanërisht në këtë periudhë me ndryshime të shpeshta të temperaturave. Sipas mjekut pneumolog Shahin Meçe, bëhet fjalë për pacientë të moshave të ndryshme, të cilët janë paraqitur me simptoma të rrugëve të frymarrjes dhe kanë rezultuar pozitiv ndaj virusit. Ende ka raste edhe me Covid, kemi pasur më para muajin e kaluar kemi pasur raste edhe me ndërlikime në Covidi. Më rastet që janë nuk janë forma të rënda. Kemi pasur edhe këto disa raste me Covid, por janë duke u pasuar vazhdimisht. Po të gjitha ato raste që zgjasin me temperaturë më shumë se 3-4 ditë, dhe që shoqërohen pastaj edhe me shenja të tjera tek pacientët, si dhimbje muskuloartikulare, koll, lodhje, çarkullime gastrointestinale, duhet ju nështrohen edhe ekzaminime tjera, sepse mund të jenë probabilisht mund të jenë edhe e Covid. Po them që 2 muajt e fundit janë më shumë se 10-15 raste që me Covid të verifikuar. Sipas tij, vetëm gjatë muajit prill janë regjistruar rreth 15 raste që kanë kërkuar trajtim të specializuar, ndërsa pjesa më e madhe e kanë kaluar me forma më të moderuara. Mjeku apelon për kujdes të shtuar dhe mos neglizhim të simptomave. Po kujdesi ngelet po e njëjtë për të sëmurët me Covid. Si thash, zgjatja e temperaturës më shumë se 3-4 ditë duhet të paraqiten tek mjekët për marrjen e ndihmës mjekësore dhe së dyti duhet të nështrohen edhe ekzaminime të tjera të cilat çojnë për Covid. Gjendjet me febrile duhet diferencuar midis virozave të stinës dhe Covidit. Në para një muaji kemi pasur edhe raste me ndërlikime të Covidit, edhe pneumoni edhe ndërlikime të tjera, bile edhe një rast me trombemboli, ndërsa tani jemi kthyer në raste normale. Edhe pse situata nuk paraqet rrezik të shtuar për përhapje në mas, autoritetet shëndetësore në Tepelen nënvizojnë rëndësinë e vigjilencës dhe ndërgjegjësimit, sidomos për personat më të rrezikuar. Maji është muaj kulmor i alergjive të stinës. Temperaturat e larta dhe ditët me diell janë armiku i alergjive. Kjo periudhë shoqërohet me një rritje të rasteve të alergjive stinore, simptoma të cilat shpesh janë të ngjashme edhe me ato të virozave. Këshilla e mjekëve është që për çdo simptom të shfaqur të konsultoheni me një specialist. Kjo periudhë shoqërohet me një rritje të rasteve të alergjive stinore për shkak të ndryshimit të temperaturave dhe çeljes së luleve. Në Këlqyr janë evidentuar rritje të rasteve me viroza dhe alergji të stinës. Mjekja e qendrës shëndetësore në këtë qytet Entela Ibrahimi pohon se më të prekur janë fëmijët dhe moshat e treta. Ka njerëz të cilët kanë një imunitet jo të mirë ndaj këtyre poleneve, të luleve, të gjitha dhe paraqiten rastet pranë qendrës tonë shëndetësore. Sidomos në moshën fëminore. Ata vinë me bllokim të hundëve, me rrjedhje, me alergji të mesme deri në alergji të rënda. Ibrahimi shpjegon shenjat dalluese ndërsa theksin e vendos në vlerësimin e pacientit nga mjeku alergolog. Në këto raste, nënave u themi që në qoftë se ata kanë fëmijë alergjik të ruhen ndaj, sepse mund të ketë disa gjëra që janë të ditura nga familjarët. Ka fëmijë që e dinë që kanë alergji nga një polen, nga halorët, nga lulet, ata duhet të rinë larg këtë periudhë, të kenë me vete edhe antialergjikun që është rekomanduar. Kurse të tjerët që janë për herë të parë, trajtohen pranë qendrës tonë shëndetësore. Në qendra shëndetësore të qytetit të Këlqyrës për muajin prill kanë marrë shërbim mjekësor për alergjitë stinore rreth 30 pacientë.
Dikur me mbi 150 shtëpi dhe një traditë të fortë me vreshtari, pemtari dhe blegtori, fshati Karja në njësinë administrative e Lunxhëri po rikthehet në vëmendje përmes agroturizmit. Sot dy bujtina familjare mirëpresin vizitor nga e gjithë bota, të tërhequr nga natyra e bukur, mikpritja dhe produktet bio që kultivohen nga banorët e përkushtuar. Sot kemi udhëtuar në një nga fshatrat më të bukur të Gjirokastrës, ku tradita, natyra dhe mikpritja jetojnë së bashku. Kemi udhëtuar në fshatin Karjan, një vend ku jetojnë njerëz të thjeshtë, të dashur e punëtor, të pasur me histori dhe tradita. Fshati Karja në njësinë administrative Lunxhëri ka një histori të pasur dhe tradita që janë trashëguar brez pas brezi. Banorët e tij kanë qenë të njohur për aftësitë e tyre në vreshtari, pemtari dhe frutikultur, tradita këto që vazhdojnë të ruajnë ende. Për pem ka qenë gjishpejto kjo, e pem vetë, nuk e sot, jemi neve, e të tërë kanë bjellë. Bajnë akoma gjallë tradita? I mbajnë, me perime, me pem, me të tëra. Fshati Karja një që për pem e shqipari, për fiq, për rrush, për hurma, për të gjitha. Ku i tregtojnë banorët? Në Gjirokastër vjen. Gjirokastër, ku su jenë një liket mari. I shpim Gjirokastër edhe unë vete kam plak. Me punë të ditës, bjellëm perime për vete, bjellëm këto, do të më bëjnë shërbim këtyre që ishtë, edhe shesim, rrukshin e shesim. Ullit i bëjnë vaj. Për vete time, perimin e këto gjëra kam dhe rushe, kam dhe peme, kam. Po, 70% për vete. Ruani traditat e fshatit? Nuk betë fjallë fare. Vitet e fundit, fshati Karja ka bërë një hap përpara në fushën e agroturizmit. Dy bujtina familjare janë hapur tashmë dhe mirëpresin vizitor nga e gjithë bota. Me kafshë, jo kështu, me kafshë. E pëlqejnë fshatin tuaj? Oj, si se pëlqejnë ato sa vjen edhe dalin. Se e pëlqejnë? Po këtu është ma mirë, këtu është fshati mirë. Këtu është ujtë, klima, të tëra janë. Vinë ata edhe hanë, pinë, rinë bas dite, venë në qisha, gjiro, dal, edhe ikin të nesërmen. Vinë, po vinë ata me kuaj, në Karjen. Që rinë një ditë, një të djelë në darkë, do dhe ikin të hënën. Karjani është një destinacion i mrekullueshëm për ata që duan të kalojnë një kohë të qetë në natyrë dhe të shijojnë produktet autentike. Një ndër atraksionet në Gjirokastër është edhe parku arkeologjik i Antigones. Me startimin e sezonit, ky sit po pretet çdo ditë turistë vendas, por edhe kryesisht të huaj. E veçanta e këtij parku është se po përdoret edhe për piknik familjar. Parku arkeologjik i Antigones është kthyer tashmë në një prej atraksioneve më të preferuar të turistëve. Drejtori i parkut, Shkëlqim Guqe, thotë se vizitueshmëria në këtë park ka filluar të rritet sidomos gjatë këtij muaji, ku ka mirëpritur turistë francezë dhe vendas. Jemi në një moment kur punët tona përkojnë edhe me vizitueshmërinë. Vizitueshmëria ka qenë pothuajse ritmike në ditët e para të muajit maj, gërshetuar edhe me vizitueshmërinë e shkollave të qytetit të Gjirokastrës, të cilat pothuajse e kanë bërë Antigonen si një vatër, jo vetëm të vizitueshmërisë për interesat të historisë dhe trashëgimisë kulturore, po dhe në formë pikniku, se siç dihet, Antigonea tashmë është dhe një vend panoramik. Guqe ndër të tjera theksoi se përveç historisë dhe vlerave që ky park ka, kohët e fundit në të janë krijuar edhe sheshe për pushim dhe mundësi për piknik familjar në natyrë. Kemi krijuar mundësinë edhe për të pasur turizëm në formë pikniku për familjar apo dhe mosha të ndryshme, të cilat në çdo 500 metra në hijet e lisave tashëm rreth 1000, siç kemi thënë, kemi edhe trapeze të cilat mund të ulen vizitorët për të treguar, për të ofruar dhe ato çka ata kanë marrë nga parku arkeologjik i Antigones. Antigonea është një ndër pikat më të vizituara nga turistët gjatë udhëtimeve të tyre në luginën e Drinos. Me syrin e udhës titullohet libri i autorit pizzariot Mete Peçi, që u promovua sot në Gjirokastër. Aktiviteti promovues u organizua nga Shoqata Labëria, Universiteti i Gjirokastrës dhe Shoqata e Poetëve të Jugut.
Poeti dhe publicisti Mete Peçi ka prezantuar sot librin e tij të 19 të titulluar Lexoj sytë e udhës. Aktiviteti u organizua në ambientet e Universitetit të Gjirokastrës nga shoqata Labëria dhe shoqata e letrarëve të Jugut. Të ftuar, miq të afërm, shkrimtar vlerësuan penën e Mete Peçit duke e vlerësuar atë si një autor që shkruan me një gjuhë të thjeshtë por tërheqëse. Libri përmbledh të gjitha gjinit e publicistikës, portret, skica, reportazhe dhe intervista. Autori lëndën e parë, pra frymëzimin e ka marrë nga pisariotët, nga njerëzit e tij, nga vendasit, që ka një jetë që jeton dhe punon me ta, po ashtu edhe nga motive e stërvitjes ku ka qenë në repartet ushtarake dhe nga ka sjell një libër plot jetë, plot figuracion, plot ndjenjë. Metja është një autor që është ndër më të thjeshtit nga krijuesit e tjerë, por asnjëherë nuk i bie gjoksit, por shkruan bukur, shkruan këndshëm, e pëlqejnë lexuesit me një gjuhë të thjeshtë dhe të bukur, tërheqëse. Vetë autori shprehet se këtë rrugë ka nisur 26 vite më parë dhe se s'kish menduar kur se do ta vazhdonte duke i dhënë letrave shqipe 19 botime, 11 në publicistik dhe 8 në poezi. Të shkruash, futesh në një det që nuk e di se si kur do dalësh me anë të shkrimeve. Edhe puna ime kështu ka ecur me botimin e librave, pasi pasionin e kam patur 167-ën, 68-ën, te Gazeta Pararoja ku e fillova, po dhatë hapat e para, si korespondenti Pararojës të Gjirokastrës. Dhe harita tek libri 19 që promovoj sot. I sot mi është me prozë, ku kam tregime të ndryshme, kam reportazhe, kam intervista, që nga emigrimi, pasi edhe 10 vjet kam emigruar vetë, dhe në deri tek detajet që kam udhëtuar në për Shqipëri. Jam në vazhdim të prodhimtarisë time, si e thash, nuk e dija se deri ku do arria, po kam 3 libra i kam gati për të botuar. Gjatë aktivitetit u përcollën edhe pjesë nga krijimtaria e tij. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.